Hej të nderuar miqtë e mi, sot kemi shumë gjëra për të biseduar së bashku, por njëkohësisht edhe për të sqaruar të paktën për të dhënë mendimin tim, sepse unë këtu jap mendimin tim, të gjitha asaj se çfarë ndodhen për të qenë pak më konkret, më koherent me publikun dhe për të qartësuar zemrat e tyre. Ledion Liço kohën e fundit ka bërë një hap shumë të madh në Instagramin e tij. Po të bëjmë një kontroll. Po të hedhim një sy, Ledioni heqën shumë figura nga Instagrami. Tani teksa unë jam këtu me ju, dua të komentoj pak të gjën, do me thënë, Ledioni ka 414 followers dhe ato janë Elton Ilirianin, Luiz Eilin, Big Brother, Sara Hoxha, Arbër Ajdarin, Olta Gixharin, Meriton Mjekiçin, Heidi Bacin, Ilnisa Gollin, Alketa Vesiun, Jul Dedën, Kiara Tito, Neda Balluku, Arbana Osmanin, Rozana Latin, Egla Aceno, Capital T, Anajdin, Monikën, Mariana Kondin, Bardin, Riken, Remzi Osmanin, Francesca Muratin, Sara Gjordenin, Lori Hoxhën, Arta Kabashi, do me thënë, duke hequr nga Instagrami i tij personazhe si Gjesti, Egli Tako e disa nga banorët e Big Brotherit këtë vit, çuditërisht do me thënë një veprim që Ledioni e ka bërë. Unë jam munduar që këtë ta përmbledh në një përshkrim dhe do t'ua shpjegoj pse ka ndodhur kjo gjë. Një lëvizje e papritur në rrjetet sociale ka ndezur diskutime të zjarrta në opinionin publik dhe sidomos në komunitetin online të fansave të Big Brother VIP Albania 4. Ledion Liço, një nga figurat më të spikatura të ekranit shqiptar dhe njëkohësisht moderator dhe bashkëshort i një prej producenteve më me ndikim të Top Channel, Sara Hoxha, ka ndërmarrë një veprim që po interpretohet si një nga sinjalet më të forta për prishje marrëdhëniesh me disa nga ish-banorët të këtij edicionit. Nga një vëzhgim i detajuar i profilit të tij në Instagram, përdoruesit kanë vënë re se Ledioni ka hequr nga lista e ndjekësve, ose më saktë ka ndaluar së ndjekuri shumicën e banorëve kryesor të Big Brother VIP Albania 4, përfshirë emra të njohur si Egli Tako, Gjesti, Danja dhe disa të tjerë. Kjo lëvizje, e cila në dukje mund të jetë personale apo e pamendshme, ka ngritur pikpyetje të mëdha për shkak të rolit që ai ka jo vetëm si prezantues i formatit, por edhe si figurë me ndikim të drejtpërdrejtë në imazhin dhe narrativën që ndërtohet rreth spektaklit. Në TikTok, Instagram dhe forume të ndryshme e fansash kanë ngritur hipoteza nga më të ndryshmet. Shumë përdorues besojnë se marrëdhëniet mes Ledionit dhe disa prej banorëve janë dëmtuar rëndë ose pas përfundimit të këtij spektakli, ndoshta për shkak të qëndrimeve publike të banorëve, pa kënaqësive që kanë shfaqur për mënyrën si u trajtuan në spektakël apo edhe për ndonjë konflikt që nuk është bërë ende publik. Një detaj që e bën situatën më të ndjeshme është fakti që Sara Hoxha, bashkëshortja e Ledionit, është jo vetëm një figurë kyçe e produksionit të Top Channel, por edhe një nga vetëdimarrësit më të fuqishme në strukturën e mbrëmshme të televizionit. Kjo ka ngritur dyshimin mes shumë ndjekësve se ky pastrim në rrjetet sociale është thjesht një vazhdim personal i Ledionit apo një sinjal i heshtur institucional që mund të ketë pasoja për bashkëpunimet e mëtejshme të këtyre ish-banorëve me Top Channel. Do me thënë, Ledioni ka mbajtur në Instagram Kiarën, Luizin, Oltën, banorët e vitit të dytë dhe të tretë, ndërsa ka fshirë të gjithë banorët e edicionit të 4, që nuk kupton Gertë, nuk e ka asnjë, Rozana Radi nuk e ka asnjë nga këto banorët. Një tjetër veprim që ka hedhur edhe më shumë benzin mbi zjarrin është ndryshimi që ka bërë Egli Tako në profilin e Instagramit të saj, ku ka hequr përmendjen e Big Brother VIP nga përshkrimi i biografisë së saj. Kjo lëvizje është interpretuar nga shumë kush si një qëndrim i qartë distancues ndaj formatit dhe ndoshta edhe ndaj mënyrës se si ajo është trajtuar nga produksioni pas përfundimit të spektaklit. Deri më tani, as Ledioni, as Top Channel dhe as banorët në fjalë nuk kanë dhënë ndonjë deklaratë publike që të sqarojnë arsyet e këtyre veprimeve,
por mungesa e transparencës vetëm sa e ushqen më shumë terrenin e thashethemeve dhe spekulimeve. A janë këto veprime pasojë e një konflikti të brendshëm, apo është kjo një mënyrë për të vendosur kufin të rinj mes personazheve dhe televizionit që i prodhoi? Kjo mbetet në pikpyetje. Çfarë pasojash mund të ketë kjo për karrierën e banorëve të prekur? Nëse marrëdhëniet me Top Channelin janë realisht të prishura, kjo mund të ndikojë në mënyrë të drejtpërdrejtë në mundësinë e tyre për të qenë pjesë e projekteve të ardhshme në këtë televizion. Nga ana tjetër, kjo situatë mund të hapë dyert të reja për ta në platforma dhe në media të tjera që duan të përfitojnë nga figura të cilat tashmë kanë krijuar një bazë të fortë të fansave. Në këtë mes, Ledion Liço ndodhet në një pozitë delikate midis profesionalizmit si figurë publike dhe lojalitetit ndaj gruas së tij, e cila përfaqëson një ndër shtyllat e televizionit ku ai vetë punon. Ky vendim i tij, nëse është bërë me qëllim apo jo, përbën një akt që ka krijuar më shumë pasiguri edhe sqarim. A do të kemi një reagim zyrtar? A do të flasin banorët në lidhje me këtë distancim të papritur? A është ky fillimi një ftohje më të madhe mes figurave të Big Brother 4 dhe Top Channel? Këto mbeten pyetje pa përgjigje, por tani, për një gjë është e sigurt, veprimi në dukje i thjesht si Ledion Liços ka lëkundur më shumë se listën e ndjekësve në Instagram. Ai ka ndezur një debat të gjerë mbi etikën profesionale, ndikim personal në median shqiptare dhe marrëdhëniet pas kamerave që shpesh mbeten të padukshme për publikun. Ledion Liço çuditërisht ka hequr të gjithë banorët e këtij Big Brotherit. Tani, këtu mund të ketë edhe një sqarim tjetër. Ndoshta Ledioni e quan në veten vetëm moderatori i këtij spektaklit, po për shembull pse vazhdon ta ndjekën Luizin dhe Kiarën? Ndoshta Ledioni është i thyer dhe i zhgënjyer nga këta banor, mund të jetë edhe i lënduar nga qëndrimet e tyre, se realisht këta banorët jo se kanë qenë edhe shumë falenderues, me thënë drejtën, për produksionin i cili i ka bërë dhe i ka sjellë deri këtu ku janë, por kanë qenë i çiksit luhatshëm, kanë mbajtur kokë lartësi, shumica e banorëve nuk kanë ardhur qoftë edhe në përprajme, ndërsa bazuar me Big Brother 3 dhe Big Brother 2 banorët kanë qenë më koherent, kanë qenë më